Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Mbas kaq vitesh në media elektronike, jo vetëm unë, po të gjithë ata që punojnë e që e jetojnë si mënyrë të jetuari marrëdhënien me këtë mjet të fuqishëm të komunikimit publik, kanë kuptuar se nga politika një pjesë duan ta përdorin median elektronike, një pjesë janë të obsesuar nga media elektronike. Duan ta përdorin, kanë frikë nga ajo, kanë krijuar një marrëdhënie të komplikuar, problematike. Vetë ligji për median u krijua, të dashur teleshikues, mu midis një marrëdhënie mosbesimi, ndjekje për ndjekje të përbashkët të pozitës e opozitës asaj kohe, u vun valvula e filtra me qëllim që askush mos t'ia hidhte tjetrës duke e vënë në dritë të gabuar për ta lexuar opinioni publik. Atëherë kur u mendua se nuk do të ndodhte asgjë, nuk do të kishte asnjë njeri që të guxonte të shpikte ndonjë artific në raport me ligjin e medias elektronike, deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla, dikush mund të pretendojë që ka hedhur një shashk, dikush mund të pretendojë që ka ndërmarrë një aksion të mirëfillt, ka iniciuar një aksion të mirëfillt parlamentar me qëllim që ta transformonte cilësisht këtë ligj për ta dobësuar atë dhe për të bërë të mundur që në Shqipëri, në median elektronike, të kristalizohen, të fuqizohen monopolet. Për ta folur këtë ngjarje nga një këndvështrim tjetër, kam ftuar Luciano Boçin, deputet gjithashtu, antar i Komisionit Medias. Luciano, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, kënaqësi. Mirë se erdhe në studio. Sot jam dy fish i ndjeshëm. Jam i ndjeshëm si gazetar, jam i ndjeshëm si konsumator i televizioneve, si publik, dhe njëkohësisht dua mendimin tënde të lexojmë, nëse është e mundur, nëse ja u lejojnë disa pamundësi për t'i thënë të tëra, disa kulisa të t'i kisha quajtur, për ta lexuar gjithë drithijet, por në qendër është neni i famshëm 62, i cili edhe kur nëse ti e hedh këndvështrimin atje dhe nuk e di që ai është i lidhur me diçka, ai del kështu dhe nuk mund të mos të tërheq, të impresionoj, edhe është në fakt neni, siç lexohet kështu, gjithë elementet e nenit, të cilit zoti Balla ka dashur t'i abrogoj. Kjo nxiti shumë diskutime. Çfarë ndjet ju kur u deklarua që do të kërkohej në parlament, madje kryeparlamentari direkt? Pra si është historia e inicimit të këtij aksioni politik? Në fakt, para se të hyjë kjo historia, do më lejoni që të them një histori tjetër, pasi ju e cilësuat sikur kjo ka qenë ndërhyrja e parë në ligjin historik medias që u realizua pas një pune shumë të gjatë, gati 10 vjeçare, dhe pati një marrje konsensusi nga dyja palët, që në fillim kjo majorancë e goditi këtë ligj 97-2013, sepse kërkoi abrogimin e dispozitave kalimtare dhe me sa kujtoj unë nenin 134 që i siguronte vazhdimsinë e mandatit kryetares në detyrë të atëhershme të AMAS. Neni 62 është historie përsëritur e goditjes, është filozofia e kësaj magjorance, prandaj e mora shembullin e parë dhe dola tek 62 me qëllim që iniciativa e Ballës mos të duket si iniciativë krejtësisht personale, por që shpreh brenda një lloj filozofie dhe për ta imësuar edhe çështjen e reagimeve tona, në fakt sapo e ka marrë kërkesën, mbaj mend isha tek zyra e kryetarit komisionit, zotit Polo, që jo pa nënqeshjen e tij karakteristike, ma drejtoi mua si relatori i çështjes, që jam marrë gjithmonë me çështjet e medias, dhe me të vërtet kisha atë dëshirën e madhe për ta lexuar relacionin përkatës dhe kërkesën, dhe sinqerisht unë duke ballafaquar kërkesën me vetë nenin brenda ligjit, jam habitur se si mund të kërkosh një gjë e tillë, pasi argumentat e sjella në relacion binin në kundërshtim pikërisht me atë çka donte të siguronte vetë ligji, konkurrencën e ndershme,
mos ekzistencën e monopoleve, sigurimin e një diversiteti mendimi, opinionesh brenda medias ose të mënyrës transmetimit të këtyre opinioneve brenda medias shqiptare dhe heqja e këtij ligji i cili ka konceptin më të rëndësishëm të medias, rregullon çështjet e pronësisë, heqja e këtij e rrëzon edhe çështjen e pronësisë dhe duket sikur ai nën rrëzon komplet ligjin, se bëhet fjalë për ca rregullime shtylla themelore të funksionimit medias. Dhe heqja e këtij neni rrëzonte një nga shtyllat themelore dhe tërhiqte me vete gjithë ligjin. Dhe madje kam reaguar direkt papritur për ato pjesët e kthinave politike në një status në Facebook, i cili u mor dhe u intensifikua, u shumë vishua nga media vetë e interesuar nga ajo pjesë e medias, pikërisht për këtë lloj iniciative. Për ta qartësuar iniciativën, po. Përpara se unë do të pyes ty se ku ka dashur skalpeli politik këtë herë kirurgjikal që të ndërhyj plotësisht, ju e keni quajtur, siç kam lexuar unë, po ti asnjëherë nuk e di çfarë lexon e çfarë sheh në Shqipëri, ju e keni quajtur argumentimin e zotit Balla qesharak, është po apo jo? Qesharak. Duhet shohim një fragment të reagimit të parë të hapur të zotit Balla në programin shtesë të lajmeve në televizionin Ora News me kolegen time Ilva Tare, kur ajo e ka pyetur në raport me këtë. Ai është përgjigjur kështu. Dakord që ndoshta në nenin 62 të përjashtohet pjesa dhe të ende të kemi kufizime për sa i përket nivelit reklamës. Aty të parandalojmë, bie dakord. Unë thjesht kam bërë një mendim për të legalizuar situatën. Nuk zhvillohet fusha mediatike në Shqipëri me ligje që bllokojnë konkurrencën e lirë. Unë dua që këtu të ketë konkurrencë, që mos të përdoret ligji për të bllokuar konkurrencën. Ka ndërkombëtar që mund të mësojnë nga Shqipëria se si ndërtohet tregu mediatik. Pra, ne ballafaqohemi këtu me 3 deklarata të cilat Jo, ka mundësi deklaratat ta dekonstruktosh pak? Duhet të futemi në detaje dhe ajo që pash unë ishte pikërisht kjo që e kundërta e kësaj që deklaroi zoti Balla, abrogimi i këtij neni pikërisht mbyste konkurrencën dhe orientonte tregun mediatik drejt krijimit monopoleve. Në intervistën e tij, ndoshta ajo pikë që na bashkon është termi legalizim, por në fakt unë do e përdorja legalizim, për shkak të një historie që kanë mediat në Shqipëri, momentit kalimit nga lokalet, licencave të transmetimit, në kombëtare, sigurisht këtu dhe ligji i vjetër, në 88-10, kushtëzonte marrjen e aksioneve ose zotrimin e aksioneve nga një person në masën 40%, sepse televizionet kombëtare, licencat, janë shoqëri aksionere. Dhe një person mund zotroj vetëm 40%. Dhe në momentin kur licenca ishte lokale dhe kalon në kombëtare, zotruesi 100% është i detyruar në mënyrë automatike të shes 60% licencës së tij. Dhe kjo histori e medias ka ndodhur që zotruesi 100% e ka shpërndar tek personat e rrethit tij në mënyrë fiktive, jo në mënyrë reale. Pra, kjo është ajo pjesa e realitetit, ose ky është ai realitet që Balla thot ta legalizojmë. Dhe realisht, ata zotrues të këtyre licencave të masës shqetësim të përcaktuar të 40%, po, është shqetësim i përcaktuar sepse unë gjykoj që këtu ka pas një interes të pronarëve të mediave, legjitim në këtë rast, të atyre që kanë licencën e transmetimit, pasi duhet të ndaj mirë dy konceptet, licencë transmetimi dhe licencë shërbimi. Sepse çështja ose ajo gjëja fshihet ke licenca pikërisht e shërbimit, pasi jemi në situatën e ndarjeve të rrjeteve frekuencore dhe jo thjesht me licencat e transmetimit. Pra, unë po flas në këtë rast për legalizimin e licencave të transmetimit. Pra, këto televizione lokale që u bën kombëtare u detyruan të largojnë aksionet e tyre duke i zotruar në distancë në format ndryshme të një realiteti që në Shqipëri ekziston në gjithë botën. Dhe ajo kërkesë e tyre është më së drejtë që në moment kur për këtë lloj historie këto aksione zotrohen
në largësit të ndryshme nga rrafët, nuk ka pse ky realitet real të bëhet ligjor dhe zotruesi të jetë sikurse zotruesi licencës lokale që sot mund të ketë 100% të aksioneve. Pra, një licencë kombëtare të jetë 100% e zotruar nga një person dhe të quhet shoqëria aksionere e mbështetur në një person të caktuar juridik që është edhe pronari i kësaj medie. Por ligji duhet kapur në detajet e tij, pasi ai ka pika të caktuara, ose neni 62 ka pika të caktuara, dhe 4 pikat e para përcaktojnë pikërisht kufizimet e licencave kombëtare audio dhe audiovizive. Në rastin kur ka marrëdhënie midis një licence që është 40% e detyrueshme në pronësi, sigurisht përcakton dhe 1% tjetër në rastin kur një individ kërkon të ketë aksione në një televizion tjetër kombëtar, por i lejohet vetëm në masën 20%. Po. Domethënë, kjo kam një frikë të madhe që, siç më thanë disa kolegë, ti po trajton një temë në këtë formë dhe për fat keq në këtë mënyrë teknike, nuk e ta kuptoj njerëzit e zakonshëm. Po unë fakt sot nuk e kam bërë fare programin për njerëzit e zakonshëm. Po, unë e kam kjo bërë është gjë shumë për relativisht pak njerëz. Po. Dhe bile që t'jem i ndershëm deri në fund, gjithë këtë program Luciano po e bëj për 4 njerëz. Është ndoshta programi i parë në historinë e televizionit në Shqipëri kur një program bëhet vetëm për 4 njerëz. 4 janë ata, të cilëve ne të dy sot do t'i japim nga një mesazh të vogël. Në emër të gjithë atyre të tjerëve që teknikalitetet as nuk i kuptojnë, as nuk u interesojnë. Pra, zoti Balla dhe kushdo që qëndron pas tij me të, donin të realizonin këtë qëllim siç e kuptoj unë. Në qoftë se unë jam një pronar i një platforme kombëtare të fuqishme. Transmetuese. Në licencë që lidhet me platformën. Që lidhet me platformën. Po. Në momentin që do të bëhet shpërndarja e rrjeteve frekuencore dhe unë me që e kam 100% nuk lejohem që të marr një tjetër 100% shërbimi, ky veprimi i sipas ligjit aktual vetëm 40% më lejohet vetëm 40% dhe 40% tek rrjetet frekuencore. Pra ky ligj shmangte monopolin. Shmang monopolin, lejon konkurrencën dhe zhvillon tregun mediatik. Pyetje direkte. Po. Për ato 4 njerëz. Po. Nga të cilët njëri kam idenë akoma nuk e ka kuptuar shumë mirë, dhe pse ja shpjegojnë vazhdimisht, ose e di, por është totalisht i bllokuar dhe ka shumë njerëz bllokuar në këtë vend. Ka patur shumë dhe në qeverisjen demokrate. E do ketë në të ardhmen. Zaten njerëzit janë dhe për të bllokuar. Unë s'po t'i kërkoj emrat e atyre. Jo, absolutisht. Nuk do t'i kthehemi, është histori tani më relativisht raport delikat i politikës me median edhe. Në fakt, do të ketë sukses zoti Balla? Unë gjykoj që lëvizja e zotit Balla ishte e nxituar me dashje, sepse ka dash të arrijë një qëllim parsor dhe në pas një qëllim final. Qëllimi parsor ka të bëjë me situatën politike zgjedhore dhe ai hodhi një ofertë duke u shitur si mbrojtës i interesave të ndoshta atyre njerëzve që janë të interesuar, ose të themi të pronarëve të mediave, të njerëzve që kontrollojnë mediat sot, me idenë që kjo nuk do ndodhte plot, por ai do merrte bonusin e njeriut që përkra njerëz caktuar për interesa caktuara, cilët do ishin të detyruar në momentin e zhvillimit të situatës zgjedhore t'ia kthenin në reston, siç ndoshta edhe po ndodh, siç ndoshta edhe do bëhet. Këto janë gjëra që do t'i shohim ose evoluojnë dhe shihen edhe ato raportet e themi të mënyrës së paraqitjes kandidatëve të partive politike. Ky ishte qëllimi parsor. Sekondari është disi i fshehur këtu, pasi unë them që ishte nxituar sepse ne në komision vëretëm që antarët e komisionit të majorancës nuk ishin asnjë lloj dienie për iniciativën e zotit Balla, diçka e jashtëzakonshme, pasi në gjykimin tim, në gjykimin profesional edhe teknik, duhet ishte një antar i komisionit që ta paraqiste një amendim tillë, madje kishte edhe një handikap shumë të madh. Pra në një kuptim të pristit nga Peza që ta bënte. Po nga Peza ose një antar nga zoti Ulqini ose një antar tjetër, kishte edhe kërkesa e tij një handikap shumë të madh, pasi
shënohesh edhe në bazë të rregullores edhe të kuvendit, duhet që kërkesa të bëhet nga një grup deputetësh që të ketë procedurë të përshpejtuar dhe jo nga një deputet i vetëm, s'mund bëhet kërkesa një deputeti me procedurë të përshpejtuar. Dhe në kërkesën e Ballës ishte shënuar një grup deputetësh, realisht nuk ka qenë gjoja iniciativë vetëm e tij, ndoshta autoriteti i tij si nënkryetar ka bërë që të shënojë dhe të flasë në emër të deputetëve të tjerë, por kërkesa nuk shoqërohej siç ndodh edhe siç duhet nga ana ligjore, me listën përkatëse deputetëve që kërkojnë amendimin me firmat e tyre 28 deputet dhe të dorëzohesh bashkë me relacionin përkatës për ndryshimin ligjor që kërkohesh në rastin konkret të abrogimit të nenit 62. Tani, pyetja tjetër ngrihet që këtë iniciativë e mori vetë personale, absolutisht dihet lidhja edhe lidhja në emrin tim. Jo, për të ndihmuar më shumë, domethënë sepse në teras nuk jam fare xheloz nga ana politike. Nuk jam fare xheloz, kështu që bëjni një pyetje vetes dhe jepini shpjegim. Pra pa viston e Ramës e bëri një gjë të tillë. Jo, absolutisht, sepse në gjithë të histori Rama ka ruajtur atë distancën. Kjo praktikisht nuk ka asnjë rëndësi. Dhe ka shumë rëndësi kjo sepse edhe sikur kryeministri mos ta dinte fare këtë, ai do të mbaj përgjegjësinë. Sigurisht ai ka përgjegjësinë, por ai ka qëndruar i barazlarguar edhe nga, më thënë, nënkryetari i grupit parlamentar, edhe nga interesat e grupeve mediatike në këtë rast, edhe nga përfaqësuesit e majorancës, të cilët i dolën kundër një iniciative politike shumë të rëndësishme. Edhe kjo është unikale, nuk ka ndodhur në historinë e majorancave politike që trëzojnë vetë antarët e majorancës një iniciativë të nënkryetarit të majorancës, grupit parlamentar. Dhe asnjë nga mediat nuk e ka trajtuar në këtë sens këtë dhe kjo ka tërhequr vëmendjen. Përfitoj nga rasti të bëj pyetjen time në raport me këtë. Po. Mund të ketë qenë ky një veprim gojlarës për ato grupin mediatik i cili me siguri do të kërkoj tani me arrogancë ose ka kërkuar gjatë gjithë kohës nga pikpamja e kryeministrit në këtë rast, apo mund të tregoj pafuqinë e tij për të marrë një vendim unilateral i cili do të shkaktonte siç shkaktoi një fortunë shumë të madhe. Përpara se të më japësh përgjigjen, shohim se si ka reaguar Dunja Mijatović. Zbatimi i ligjit nuk duhet ta kufizojë lirinë e medias. Këtë duhet ta shmangim. Nxjerrja e ligjeve që kufizojnë lirinë nuk duhet ta shohë në Shqipëri, sepse media duhet të bëjnë punën e tyre profesionale. Politika larg duart nga media, sepse nëse një media nuk është e pavarur, do të thotë se nuk ka oksigjen. Pra, cila nga të dyja alternativat në raport me kryeministrin? Unë mendoj që Rama ka borxhe të mbartura nga mediat, borxhe që vijnë nga fushata e 2013-s dhe të marrëdhënieve specifike në bazë të interesave që ai ka ndërtuar me median, por nuk përjashtoi dhe pafuqinë e tij. Sigurisht qëllimi i tij është edhe nga mënyra si vepron në fusha të tjera është të bëjë gjoja sikur ai ka dëshirë dhe të gjejë momentin më oportun për t'u tërhequr edhe para ndërkombëtarëve dhe para një kundërshtie të madhe. Në këtë rast, vërtet ai ka dashur të bëjë gjoja që ato interesa unë ju plotësoj, por janë këta të opozitës që kundërshtojnë ose janë këta ndërkombëtarët, cilët nuk e lejojnë dhe del njëra dorë lan tjetrën, të dyja lajnë fytyrën e Ramës, edhe në këtë rast ai del në një pozitë me demek, sepse njerëzit normal bëjnë analizat tyre, del i shlyer nga detyrimet pikërisht me mediat ose me interesat e mediave. Sepse edhe Rama vetë për themi njohurinë politike, karrierën politike, e dinte shumë mirë që heqja e këtij ligji, sepse u kërkua në një mënyrë shumë trash, po të ishte kërkuar në një mënyrë më fine, ndoshta do ishin bërë veprime, do kishte kundërshti. Dhe prandaj unë them që ai ka dashur tregohet shumë dashamirës përpara mediave dhe duke ditur shumë mirë edhe reagimin dhe ruajti këtë distancën që ndoshta më shumë u perifrazua politika në përgjithësi duke futur brenda politikën edhe opozitën edhe majorancën dhe jo duke ndarë që qeveria të mos ndërhyjnë media, kjo do ishte më e sakta për situatën që u zhvillua, pasi ne si PD, si Parti Demokratike, si opozit, ne ishim dakord me prishjen e atij realiteti fiktiv, legalizimin e atij realiteti, pra për hir të historisë të mënyrës zhvillimit të marrjes licencave të transmetimit, pra mund të ishin dhe 100%, ndërsa çështja e pikës 5 që rregullon dhe sakson që këto kufizime vlen edhe për licencat e shërbimit,
normal që ne mund të ishim iniciator të prekjes së kësaj pike. Dhe ajo pjesa justifikuese, po zjatën pak, e ballës për reklamat, në fakt, ishte një lejim i vogël për të justifikuar ndoshta për të justifikuar pikërisht edhe pjesën e kundërshtisë, pjesës së majorancës. Ju e morët seriozisht do t'i mballa në këtë rast? Unë nuk e mora seriozisht, sepse vërtet mungesa e seriozitetit tim u kurrëzua dhe nga natyra qesharake e argumentimit që Balla kishte bashkangjitur. Në atë vlerësimin tim, Balla ka eksperiencë politike. Keni mësuar pavarësisht ne kemi ato përplasjet tona. Aq keq atë dokument? Aq keq jo nuk e kam mësuar, nuk u bëra kaq, domethënë, kurios për ta gjetur, pasi më duken gjëra shumë të vogla, mjafton që relacioni vjen në rrugë zyrtare dhe ne e bashkangjisim relacionit personit që e sjell. Është detyra e personit që të gjejë njerëz profesionistë, njerëz staft që kur sjellin argumentimet ligjore, ti sjellin në formë tillë që të jenë të pakundërshtueshme. Nuk doja të thoja që tregoshin nivelin politik profesional të X ose Aq deputeti, nuk është e vërtet kjo, sepse janë çështje teknike që shpesh nuk janë pjesë e punës son profesionale. Prandaj thash unë aty dukesh që në fillim edhe diferenca që një antar i medias nuk mund ta pranonte një relacion tillë, sepse i është mësuar edhe mënyra e gjykimit edhe interesi i tij është e fokusuar pikërisht tek gjua mediatike, tek gjua ligjore mediatike. Ajo nuk ishte gjuhë ligjore mediatike, ishte, domethënë, kishte ato elementet që ne i themi të trasha ndonjëherë dhe që shkaktojnë atë humorin e pranishëm gjithmonë në çdo rast. Siç e shoh unë, në një moment caktuar të jetës politiko-mediatike në vend, Neni 62 vë pak një test si në ndecja 105, domethënë po ta hante mirë, po nuk e hëngri, prap mirë, nuk kemi çfarë të bëjmë. E mbyll këtë kapitull. Fati i, domethënë, shpëtoi Neni 62 bashkë me të ligjit. Ende vazhdon, situata vazhdon, sepse jam i bindur që kjo çështje është mbyllur. Po, kemi kërkuar mendime, ekspertizë. Jo, dua të përmend një fakt, si komision. Kur ngjarja bëhet shumë e diskutuar dhe kostot që do të ishte gati për të shkruar një paragraf skandaloz në raport me këtë çështje në dokumentet e Bashkimit Evropian, në raport me këtë Dunja, iku shumë e nxehur. Po, kjo është e vërtet. Kjo është padyshim e vërtet dhe imagjino tash që në një moment caktuar kur entuziazmi i politikës ditës bie me çështje të caktuara, datën 21 kemi zgjedhje, kush e di si shkojnë, pastaj 2 vjet që i fundit i çdo qeverie nuk është shumë entuziast, me një token, pra me një akuzë për marrëdhënie të keqe me mediat, favorizim të grupeve të caktuara të biznesit, bëhet e shëmtuar situata. Sigurisht që gjykimi vazhdon e rritet dhe ka një pasojë në vlerësimin e punës së majorancës, por unë do thoja që ndoshta ka vend për diskutim, pasi ne si komision jemi drejtuar kryetarit kuvendit me një vendim që ai t'i kërkojë asistencë teknike organizmave ndërkombëtar që kanë asistuar ligjin, Këshillit e Evropës, OSBE-s, Komisionit Evropian. Këshilli i Evropës është shprehur qëndrimin e tij, nxitoi të shprehjet i pari. Në mos gabojmë me zonjën Axhillari. Po. Dhe ende nuk kemi marrë një përgjigje nëse kryetari i kuvendit e ka relatuar kërkesën tonë që ne, si komision, të dalim para përgjigjes tyre dhe ndoshta e ka relatuar, i ka ardhur përgjigje negative. Këto janë çështje, domethënë, të Kjo është puna juaj të zotrimit, unë e konsideroj të konceptit politikës si pronë, sepse nëse e ka relatuar, e ka ardhur përgjigje, atëherë kërkesa është e komisionit, kërkesa është, domethënë, e publikuar, edhe përgjigja duhet ishte e publikuar dhe kjo për mua është diçka që s'duhet ndodhë në korridoret e parlamentit dhe të politikës shqiptare. Pra ne kërkojmë një lloj edukate politike, një lloj mirësjellje politike, është refuzuar, le të jetë refuzuar, por edhe ne të dimë të mbajmë qëndrimet tona dhe të gjejmë dhe gjuhën e përbashkët, sepse u ndërtua ishte një nxitim i madh se në fillim u konceptua kush e merr meritën, ndërkohë që ne kërkonim një bashkëpunim për zgjidhur ngërçin pikërisht edhe të atyre pronarëve të mediave, që realisht ka një ngërç që duhet gjetur një zgjidhje. Por zgjidhja nuk gjendet në momente kur ka dhe përplasin interesa, në momente kur ndahen rrjetet frekuencore
Në momentet kur rrjetet frekuencore nga 3 janë bërë 5 nga autoriteti Amas, cili ne kemi akuzuar që është i kapur nga qeveria, sepse mua më bën përshtypje që përgjigja e zotit Balla koincidon totalisht motamo me përgjigjen dhe qëndrimin e autoritetit të Amas. Është i njëjti qëndrim dhe të dy flasin për çështjen e reklamave. Për mua nga ana e teknikës legjislative, ndoshta ai ligj ose ai nen duhet parë pikërisht ke kjo pjesë dhe çështja e reklamave të shkëputet nga neni 62, të bëhet një nen tjetër 62 fraksion 1, që të marrë në konsiderat edhe çështjen e reklamave dhe ta detajoj me qëllim që të lejoj konkurrencën, të japi mundësi të gjithë operatorëve në treg që të përfitojnë nga entet që kërkojnë të bëjnë publicitet, pasi edhe kjo mungon, se vendoset masa 30%, po e marrin 3, ose maksimumi 4, deri në 4 dhe tjerët nuk përfitojnë. Pra shumë interesante kjo pikë, këtu mund gjeshim pikat e përbashkëta. Dua që ta lë, natyrisht, do ta lë se s'bën, sepse jemi të detyruar të shohim dinamikën për mua të segmentit fundit të marrëdhënies me 62-shin, me reklamat e me të gjitha. Ndërkohë, përfitoj nga rasti që ti je në studio, Luciano, dua të të bëj 2 pyetje për ta qepur këtë bisedën tonë të sotme të dedikuar 4 njerëzve. Ama nga 3 i ka bërë 5 rrjetet frekuencore. E ka bërë këtë veprim që 2 rrjete frekuencore të cilat janë denatyruar në një sens. Pra njëra prej tyre të paktën e di ishte për lokalet. Jo, 2 janë për lokalet. Të 2 janë për lokalet. 3 janë për kombëtare. Pra ato kanë ndryshuar cilësisht tani. Ato mbulojnë 80% të territorit, pra nuk mund konsiderohen kombëtare, sepse ka një standard që duhet 100% që quhet apo trajtohet kjo, apo trajtohen këto dy grupime frekuencore tani më jetike për t'ia dhënë të njëjtave kompanie platforma, të cilat për shkak të mënyrës se si do të shpërndaheshin që ishte kërkuar nga Bashkimi Evropian, nuk do kishin mundësi të merrnin më shumë se ç'duhet, më shumë se ç'kërkonin. Është gjetur ky një modus artificial që ata të marrin më shumë? Është kjo po jo? Kjo është, një mënyrë zgjidhje për të paqtuar kërkuesit kombëtar, në fakt, sepse për shkak të organizimit dhe të raporteve themit të ndërtimit të platformave që janë ndarë në 2 ose që kanë marrëdhënie me njëri tjetrin, sigurisht kërkesa rritet. Pra shqetësimi yni përpara disa muajve që do të ndodhte një që kishte një shqetësim të madh. Çështja do ishte më agravuar sikur të ishin vetëm 3 rrjete frekuencore, pasi edhe këtu do kishte komplikacione të përplasjes së interesave. Në këtë rast ai që mbart detyrimin e interesit është qeverisja, është maxhoranca. Dhe ajo ka dashur të dalë vetë nga situata e vështirë dhe ka shtuar nëpërmjet autoritetit cilin e ka kapur s'është më i pavarur 2 rrjete frekuencore që të kënaq pikërisht atë pjesën e atyre mediave ndaj cilave kanë detyrime dhe cilat kërkojnë që t'i përdorin sepse politika është dinamik, vazhdon, raporti vazhdon. Më fal, se duhet jemi tek rezultati. Po. Pra, mediat që kërkonin i morën ato që kërkonin. Mediat janë në drejtën e tyre. Mediat janë operatorë cilët kërkojnë domenet e tyre, do t'i kërkojnë dhe do ndodh kjo gjë. Çështja është si sillen maxhorancat ndaj kërkesave të mediave. Kjo bën diferencën. Mediat të gjitha kanë të njëjtin interes, nuk mund diferencohen që ca janë të mira se nuk kërkojnë shumë, disa janë të këqija se kërkojnë shumë. Jo, në mënyrë absolute kjo. Çështja është si sillet maxhoranca në ndarjen e interesave. Është klienteliste, pra specifikon ata që i ka më afër, që i konsideron vetët dhe lën harres tjerët që janë shumë më të mirë se sa ata ose parametrat i kanë më të mirë dhe nuk i jep atë që kërkojnë dhe kjo bën atë që ne themi që një maxhorancë nuk sillet në mënyrë korrekte edhe me ligjin dhe me institucionin dhe me autoritetin. Dhe sigurisht në bindjen tonë politike Rama kërkon të ndërtojë një lloj afiniteti me media caktuara me qëllim që përjetësisht i konceptojë veta dhe përjetësisht ti përdori sipas interesave të veta. Këtu interesi i medias është interesi i medias dhe e zgjidhin vetë grupet mediatike. Çështja është që Rama e ka orientuar sjelljen e tij ndaj këtyre frekuencave në këtë lloj forme. Përndryshe, digitalizimi do kishte përfunduar në fatin e caktuar 2015, sepse ligji i ri, 97-2013,
përcaktonte qartazi që brenda 3 muajve të miratimit tij në prill 2013 hapesh faza konkurruese sipas rregullores Beauty Contest për rrjetet frekuencore ekzistuese që ishin gjithsej 3 rrjete frekuencore kryesore, sepse 2 i kishte marrë televizioni publik shqiptar. Dhe u gjet një ngërç juridik, një hedhje e çështjes në gjykat që u bllokua, por aty ka dhe një mos zbatim ligjor pikërisht nga autoriteti që vazhdon të jetë i kapur, sepse në qoftë se konkursi ose oferta nuk realizohet sipas dispozitave kalimtare brenda 6 muajve, atëherë televizionet kombëtare historike, të cilët ftohen të marrin pjesë në këtë garë, e humbasin drejtën dhe e kanë barabartë me të gjithë operatorët e tjerë që pretendojnë të marrin një licencë shërbimi audio ose audiovizive kombëtare. Dhe në këtë rast, unë nuk e di se si AMA do veproj, në dijenin time AMA ka ftuar televizionet kombëtare duke e quajtur gjithçka të nisur nga pika zero. Dhe këtu është çështja e lojës pikërisht maxhorancës me interesat mediatike, sepse lufta politike arrin edhe në nivele të tilla komunikuese ku tendenca për rrokur atë kupën ose flamurin e dëshirave të mira ndaj këtyre mediave bëhet shumë e madhe dhe për të anashkaluar opozitën. Jo fare, ky duhet ishte një zbatim ligjor në bashkëpunim pozitë dhe opozitë. Dhe mendimi për rrjetet frekuencore duhet ishte i debatuar në Komisionin e Medias. Ne s'kemi asnjë lloj kundërshtimi që rrjetet shtohen që të kënaqen operatorët, tek e fundit është një treg që duhet ketë zhvillimin e tij dhe unë kam qenë i dëshiruar që Shqipëria të kishte më shumë rrjete frekuencore, e kam përshëndetur iniciativën e ministres për të hyrë në negociata me ndërkombëtarët për të rritur numrin e rrjeteve frekuencore, me qëllim që të gjithë operatorët që e meritojnë, për post-kombëtarëve dhe për tej-kombëtarëve të kishin mundësi që të kenë rrjete frekuencore. Pasi sa më shumë rrjete frekuencore, aq më shumë mundësi programacioni. Rrjetet frekuencore kanë të kufizuar futjen e kanaleve ose të programeve, të flasin me gjuhën popullore, dhe shtimi i tyre do shtonte edhe programacionin. Plus që ka Neni 63 vazhdon me kufizime tjera që ai që e zotron mund të ketë vetëm 40% të 40%-shit, dhe ka element tjera që e kufizojnë më shumë dhe rrisin atë gamën e natyrës së shërbimeve, sepse është licencë shërbimi ndaj operatorëve tjerë. Çështja e sa më shumë rrjeteve rrit konkurrencën, ul çmimin ndikon tek publiku. Pra ne kemi qenë totalisht e interesuar që televizionet kombëtare mos jenë situatën që tjetë rama ai, tjetë maxhoranca, ajo që përcakton që kush duhet ta marrë sipas muhabeteve të tavolinave. Jo, këto janë zgjidhje ligjore që ndërtohen si zgjidhje të politikës në raport me median, që kanë një rrugë parlamentare dhe juridike e cila duhet respektuar në totalitetin e saj, sepse ndërtohet një konfliktualitet artificial midis politikës që zotron qeverinë dhe politikës që nuk e ka dhe medias. Politika që ka qeverinë lun me interesa dhe gjithmonë ndërton armiqsinë underground ose në dukje ose edhe të deklaruar ndërmjet opozitës me qëllim që ta zhysë gjithmonë më shumë, duke e goditur në gjitha aspektet të shfaqjes mediatike, të elementeve ekonomik, goditjes tjetër, me qëllim që këtu ke ne politika është t'ja marrin frymën tjetrit. Pra nuk ka partneritet, maxhorancë opozit duhet ekzistojë, është interesante që kjo lloj dinamike zbatohet në tilla nivele. Prandaj edhe ka ngërçe të ndryshme, të erpashershme. Pra po dalim në një filozofi politike ndoshta për te ligjit, po gjithsesi do të ndoshta na shërben. Për një sekond më erdhi të thoja, për një sekond, në këtë shpjegimin tënd të fundit, më erdhi kur po thoja që sjellja në përgjithësi atyre që janë pushtet janë për t'i mbyllur goren, për t'i marrë frymën opozitës, këtu të thash you lost me there, më erdhi një gjuhë huaj, për të thënë, duke ju kthyer në fakt historisë super traumatike të një qeverisje të përparshme, e cila për hir të vërtetës në mënyrë ciklike, sa herë që kanë skeptrin e pushtetit, gjithmonë duan t'i mbyllin gojen atij që është në opozitë. Por kjo është çështje tjetër e një mentaliteti sjelljes shqiptarëve në raport me pushtetin, nuk është objekt i kësaj bisede tonë të ta bëj replikën nëse lejohet apo nuk lejohet. Unë do kisha qenë një diktator duke ju referuar asaj, atë që kisha në mendje unë që bënte këtë, do isha bërë si ai o ata
Tendencat janë, por rrugat e mënyrës ose rrugët e mënyrës së arritjes saj kanë qenë krejtësisht ndryshme para 2013 dhe pas 2013. Elementet kryesor të ekzistencës dhe të marrëdhënies së medias nuk janë cënuar para 2013. Tashi kanë filluar të cënohen dhe këtu duhet jemi realistë. Replika e bërë, krejtësisht e merituar, më çon mua në pyetjen e fundit. Pra, procesi i digitalizimit, i ravizuar, i formësuar, në mënyrën që është menduar të formësohet, do të bëhet ashtu siç do të bëhet, ashtu siç tërësisht jashtë afateve. Jashtë afateve po dhe me një konfiguracion caktuar. Sipas analizës tënde, Luciano, dëmtohet radio televizioni publik shqiptar, për të cilin nuk duhet ketë asnjëri në Shqipëri që të mos ketë vëmendje dhe dashuri, kudo ku punon, sepse radio televizioni publik shqiptar, me gjuhën e tij standarde shqipe dhe me qëllimet e mira për edukim, zbavitje dhe informim, është i vetmi që duhet punoj pavarësisht nga lekët që fitojnë kompanie televizione private, le të bëjnë gjithë lekët e mundshme, le të kenë gjithë qefin e tyre për të ndihmuar këtë duan ata, po kjo ikon e bashkimit të shqiptarëve dhe kjo duhet të funksionojë normalisht brenda kuotave të rivalitetit që lejohen ose që rregullohen me ligj. Pyetja ime është, ky proces digitalizimi sot do ta penalizoj radio televizion shqiptar në raport me numrin e kanaleve ose me numrin e rrjeteve frekuencore? Nga ana teknike nuk e penalizon, sepse radio televizioni publik i ka tashmë 2 rrjetet e tij edhe po avancon në procesin e digitalizimit, madje unë do thoja që ai është para dhe nga ana teknike ka tejkaluar ose ka parakaluar teknologjinë e avancuar të operatorëve privat, por televizioni publik është larguar në mënyrë progresive nga publiku dhe themi audienca nuk është drejt televizionit publik, por është më madhe drejt televizioneve ose platformave private. Po kjo mund të ndryshojë, Kjo duhet të ndryshojë, pikërisht këtë doja thoja, pra duhet ta diskutojmë bisedën në këtë fokusim tek çështja e mënyrës largimit publikut. Jo se në televizionin publik nuk ka profesionist, jo, ka shumë profesionist, por menaxhimi i tij nuk ka qenë i saktë dhe i duhuri, për shkak edhe ndoshta edhe të ndërhyrjes fuqishme që politikës dhe të konkurrencës që privati mundohet domethënë të rrëmbejë audiencën duke e dobësuar në maksimum edhe në format ndryshme, edhe duke e stigmatizuar, ka shumë element që kanë ndodhur dhe ndodhin edhe nëpërmjet themi shumë platformave që kanë emisionet e tyre që kanë dhe synime të tilla dhe kjo është normale sepse është pjesë e konkurrencës. Duhet të jetë televizioni ai me stafin e tij që të qëndrojë. Por politika ka penguar edhe atë pjesën e funksionimit normal të Këshillit Radio Televizionit, të zgjedhjes së organeve etj, sepse ka pas një lloj themi ngelje ose ndalese shumë të madhe derisa më në fund ne si politik me majorancën gjetëm atë formulën e duhur për zgjedhur Këshillin më në fund të radio televizionit shqiptar. I referohesh për këtë. Situatës që ka ndodhur në tërësinë e saj, gjithmonë televizioni publik është majt në një tutel shumë të fortë politike dhe ka humbur atë pjesën e besueshmërisë. Madje këtu ka përfituar media private, e cila në atë themi konceptin tim nuk duhet ketë qëllimin kryesor informacionin. Media që ne në tërësinë e saj e siguron suksesin vetëm tek ana informative politike, tek lajmi ose tek newsi i ditës, newsi i shpejtë dhe nuk mundohet ta sigurojë nëpërmjet programeve alternative. Ndërkohë që këtë lloj domeni, nëse bëjmë një ballafaqim me televizionet kombëtare të shteteve të tjera, këtë lloj domeni të vërtetësisë pa anësisë së informacionit, më shumë e ka televizioni shtetëror, publik. Jo shtetëror, se ndoshta u shpreha gabim. Dhe në fakt kjo prishje balance ka bërë që dhe audienca e cila është e interesuar sidomos në Shqipëri për politikën e ka ushqimin e saj të përditshëm të zhvendoset në pjesën e mediave private. Dhe kjo ka bërë që televizioni publik të ndihet i dobësuar. Por unë pretendoj që duke arrit një themi trend suksesi në anën teknike, ai do ditë të korrë edhe elementet e tjerë, por sigurisht ai kërkon një menaxhim shumë të zgjuar dhe as pak një trysnim politik, pasi kjo majorancë ka lënë krejtësisht pasdore la televizionin edhe në bisedat tona. Çështja e Këshillit Drejtues Radio Televizioni ka qenë e fundit që mund diskutohesh si interes, ndërkohë që ajo ka qenë parsore për ne si opozitë dhe kemi kërkuar gjithmonë një zgjidhje konsensuale.
mezore kemi arrit, sigurisht është sukses që u arrit, por në një kohë shumë të vonë. Është e vërtet që zoti Basha i ka ftuar të tij në Këshillin Drejtues të Televizionit dhe i ka thënë që ju nuk duhet të bëni asnjë veprim për ta zgjidhur natyrisht me pjesën tjetër socialiste të Këshillit zgjedhjen e drejtorit përgjithshëm deri kur të mbarojnë zgjedhjet? Pyetja ishte për një po jo. Kjo është situatë e supozuar dhe kurse si nuk ka ndodhur. Joja ime ishte pak e gjatë, por është joja argumentuar dhe bindse. Të falenderoj me gjithë zemër që erdhe në program. Të shqetësoj ideja që sot ke bërë një program për 4 vetë? Në fakt, jo se më shqetësoj, ishte intriguese. Atipike? Atipike ishte, por problemi është që ajo marrëdhënia me njerëz specifik se me publikun e humbet identitetin e bisedës, ndërsa me 4 vetë ruhet identiteti i bisedës, çka do thotë që ruhen shumë dhe inate dhe pasqirohen pastaj edhe nëpërmjet ekraneve. Dhe për mua është penalizuese si person që tentoj bëj karrierë politike. Kam iden me shumë sportivitet dhe gjerësi të shmangim çdo lloj pasioni, emocioni negativ. Këtu bëhet fjalë për të ruajtur disa standarde. Përfytyro, unë jam një gazetar që punoj në një media të vogël, të re, nuk e di, nuk e kam iden se sa do të punoj këtu, dhe prapë se prapë merrem me shumë dashamirësi me radio televizionin, dhe me zi po presja atje të ketë ndryshime, mundësisht të vi një drejtor i cili të ketë dëshirën për të bërë gjëra dhe për të qëndruar se do ketë goxha presione për elementet që folën. Luciano, shumë faleminderit që erdhe në program. Në një sens, nuk ja pëlqej vetes të logjikën që edhe pse unë kam dashur të flas se ti je ndër natyrat e buta të një partie relativisht egër. Të buta të mëndura, me mend, si me thënë, të kultivuara. Duhet të të ftoj, kur të vi momenti që do flasim për tema të mëdha të sjelljes politike, jam i bindur që ti do ta pranosh ftesën. Sigurisht, do vi me shumë kënaqësi. Nuk do të flasim më për këto tema shumë të ngushta të Bashkisë Komisionit. Këto kanë sheqerin e tyre. Të falenderoj me gjithë zemrën, ne do takohemi së shpejti sepse jemi futur në pjesën nga 1 qershori deri 21. Do të bien disa daulle çmendurie në raport me theksimin e çdo batute, çdo mimike, çdo fizionomie, sasia dhe cilësia e gënjeshtrave që do të fliten do të jetë, kam përshtypjen, jo e shëndetshme. Një pjesë e medjave do t'i bien këtyre daulleve, një pjesë e medjave jo, ato që janë jo janë gjithmonë më të pakta. Ne do takohemi përsëri se do flasim për këto tema me shumë përgjegjshmëri. Do t'ju pres që të dëgjoni anë programet e kolegëve këtu në Agon. Ju përshëndes zakonisht me poezinë e Maja Angelovët, I Rise. Dhe ju jap një takim tjetër sa më shpejt që të jetë e mundur. Mirupafshim. Ti mund ma shprishësh historinë. Me vargjet e tu të hidhur të ligë, mund më shkelësh në mes të pislikut, por sërish si pluhuri, unë do të ngrihem. Të mërzit gjallëria ime. Zymtësia, përse të ka kapluar? Apo se unë esi si kur të kem puse nafte që po mpoj në dhomën time të ndënjes. Njësoj si hana dhe si djetë, me sigurin e baticës, njësoj si shpresat që gufojnë lartë. Sërish, unë ngrihem. Dojet më shije të thyer, kokullur, me sytë poshtë. Shpatullat që bien si lotët të dopsuara nga britmat e shpirtit tim. Ofendohesh nga fodullaku im. A nuk e merrt mersish keq faktin që unë qesh, sikur të kemi një ari, gërmuar mu në kopshtin tim të mbrapëm. Mund të më qëllosh me fjalët e tua, mund të më bësh copash me sytë e tu, mund të më vrasësh me urrejtjen tënde, por sërish si jeta, unë do të ngrihem. Të mërzit joshja ime. Të befason, mënyra si kërcej, si të kisha diamant, aty ku kofshët më bashkohen. Nga skutat e turpit të historisë, unë ngrihem. Nga e kaluara e kalbur në dhimbje, unë ngrihem. Unë jam një oqean i zi, i gjerë, i trazuar. Me gufime dhe enjtje, unë mbartem në baticë. Duke lënë prapa ne terrori dhe frike, unë ngrihem,
Gjatë një agimi mrekullisht të kthjellët, unë ngrihem duke si dhuratat që lanë paraardhësit. Unë jam ëndra dhe shpresa e sklavit. Unë ngrihem, unë ngrihem, unë ngrihem.